Unë e kam grua të dytë këte. Gaboj se duke se pronarja ime kishte lënë makinën hakt, edhe kjo që djeti, orë, varse, floriri, i mojë shevas. Po i vodi, mua më hoqën a punaj, më ndoqën, më dëbuar. Do njëherë nuk ishte mire në memoria, nuk dinte se qa fliste. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni këtu poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të jetë një 65 vjeçar, ai quhet Petrit. Në fakt është nga Fieri dhe do t'rregojë martesën e tij të dytë të dështuar, ku ka disa kohë që bashkëshorti është larguar në Greqi dhe janë në proces gjyqësor. Padyshim që do i bëj thirrje nga ky live, por do na tregoj edhe detajet pse pas 26 viteve martesë ata përfunduan në divorc. Çfarë ka ndodhur mes të dyve do të jetë Petriti që do na i rrëfej ditën e sotme, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. Petrit, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Fieri. Më ke telefonuar dje në fakt dhe sa kishe dal nga një seancë gjyqësore dhe me sa kuptova po divorcohesh. Po. Por çfarë ka ndodhur? Edhe unë e prita pa pritur këtë ndarje nga bashkëshortja. Nuk e di për çfarë arsye. Ndarje. Nuk e di pse me i thate, ka vendosur që të ndajet edhe unë e lejoj të ndajet. Po të më qoj arsye për që arsye. Për që arsye po ndajet, qatë keqe ka parë nga unë. E ka mbajtur në plan të dorës. Jo me mashtrime, po me fakte. Por sa vite martes keni ju? Jemi martuar në 5 shtator të 1999. O, po pas keni shumë vite. 26 vite martes. Po. Por diçka ka ndodhur që ja ka vendosur të divorcohet, se pas 26 viteve një grua në 1916, në nëndorën e 16, në fund të nëndorën e 16, kërkoj të vinte në Greqi, sepse mbesa e saj i kishte gjetur punë. Nusja ka dashur t'i iki në Greqi në 2016. Në nëndorë të vitë të 2016. Po. Nuk doja të vinte. Nuk doja. Se thash, 2 koka jemi. Kemi mundësi ushqemi edhe këtu. Kemi mundësi ushqemi. Pse do ndajme ta që kone pleqerisë të tash? Me i thate, nuk vendos, nuk e la, vendosi do ikë, po lek nuk o kishim. Po. Kishim para. Se para duishin të paguesh 1200 gjoba, e kështë marrë kjo në Kakavi, plus edhe 100 duish edhe utimi, që do të taksia sa do të 70 taksia, po edhe 1 lek me vete do të ande rrugës, u detyrova vajta mora borç 1500 euro. Dhe e nise nuse në Greqi. Taksia edhe mori të shtëpia dhe iku në Greqi. Ti nuk deshet që ajo të ikte në Greqi, por ajo këmbguli për të ikur dhe për të punuar. Nuk doja, sepse nuk kishim me gjendje që të ndajshim. Kishim, mund si punonim edhe këtu në Shqipëri. Bile, neve ishim të dy, duke vjedhë ullin në zonë e Malakastrës. Kishim, ushqeshim. Blidhim ullin, benim vaj, ushqeshim. Qime të keq, po ushqeshim, nuk ishim keq. Por çfarë ndodhi? Pra, ju po më tregoni që konfliktet kanë nisur rreth vitit 2016, kur ajo iku në Greqi. Jo. Ahere ishim mirë neve, se tha që do punoj një vita, marrim edhe furnizim, marrim ca parata, ti kemi, edhe kalon një jetë normale.
I thashë unë me ti ke fiksim, ka gjetur unë vjesa, unë të mirë, hajde po i marrë të bolzë dhe po të dërgoj. Iku. Si që, me që ngulli kemë, nuk e di pse i ngulli ajtë kemë. Si përfundim, dhe theu, s'pëm kështë vajta atje, unë nisa për të kaluar, për të vajtu të gruja, se grua kam akoma se linda, unë nisa për të vajtur, me një shokun tim me makinë, vam dhe i ka ravi, mua më kërkojtë në lek. Kisha lek kesh. Nuk kisha lek kesh, unë këtheva. Kush të kërkoj lek? Policia greke. Por pse të kërkoj lek? Të ishe i sikur që ti roke me 30.000 lek a dhe, shu pse fa lek me... Nuk, e qartë, e kuptoj. Njëri që mund të shkoj turist në një vend për disa ditë, duhet të ketë një shumë parash, e qartë. Dhe kështu ti nuk kalove do dhe u ktheve. U ktheva, pakon që kisha, ja dërgova në shtëpi, asaj atje ku ishte. Po, nusës. I vajti në shtëpi, bile atje tek ajo shtëpia, unë jam njohur qysh 92-shin, 1992-shin ka vajtur, ka punur atje në qytet. Edhe këtë familje kam njohur. Ka qenë shumë familje lartë, shumë familje mirë kjo e grekut. Edhe ajo pronarja, ajo zonja saj shtëpie, më ka nisur 100 euro. Dhurat. E kuptoj. Por çfarë ndodhi Petrit me gruan? Ajo qëndroi një vit, punoi aty, ti në Shqipëri, në Fier, ajo në Greqi, flisin me njëri tjetrin në telefon, çfarë ndodhi më pas? Flisin me njëri tjetrin në telefon. Donjëherë nuk ishte mire me memoria, nuk dinte se çfarë fliste. Her pa here kishte krizë. E pas here kishte kriza. Ka pasur probleme të shëndetit mendor? Po e ka pasur. E ka pasur. Me çfarë diagnoze? Me çfarë ishte diagnostikuar gruaja? Ka pasur vetë ajo, vetë. Do me thënë kriza her pas here, nuk dinte se çfarë bante. Por kishte vajtur ndonjëherë tek mjeku ishte? Kishte vajtur ndonjëherë tek mjeku ishte vizituar? Tek neurologu në Greqi e kam të unë. E jo të vetë të neurologu, po e të ginekologu. Nuk kam lënë spital të Atinës pa moquar. Por çfarë çitën mjekët? Se kjo është një fatkeqësi në fakt. Nuk e zumë. Urdhë? Kjo është një fatkeqësi. Problemi i shëndetit mendor është një fatkeqësi. Nuk e kam urryer, nuk e kam qarë, nuk i them budallaq. Është një gjë. Se edhe unë smur jam. Unë jam në shëndetin mendor, jam në diabeti. Jam me diabet. Po? Por nuk do thotë që ajo edhe shpojt e së duo me, si që thot ajo që u sumur e së duo me, pa ajo goja saj nuk më ka thënë kur t'ja mua, kur që ty nuk të dua, nuk më ka thënë. E qartë, por më trego, çfarë ndodhi? Momenti që e vajti në Greqi qëndroi një vit dhe u kthye tek ty? Në nëndorën e 21-shit jo s'u kthye ajo. Në nëndorën e 21-shit e kam të shkruar, e kam të gjitha të regjistruar, si që kam bërë, do me thënë, qa mesazhe kemi këmbyrë, qa telefonat e kemi këmbyrë, i kam të gjitha të regjistruara. Po. E kam të telefonit, e kam zirë. Po unë nuk di të qojnë për kabra, shu nuk i di ta. E kuptoj e qartë, por mund të mi tregosh, çfarë të shkruaj ti gruaja? Ti e priste që ajo të kthehesh në Shqipëri? Ajo më dërgon një pako mua, më dërgon një pako me makinë, me një taksi. Pakua nuk vjen të shtëpia ime, po vjen të shtëpia një shoku tim. Po. Dhe kjo më kishte marrë telefon, po kishte marrë telefon me hamër. Unë nuk isha internet. Kam qenë në avni, po se kam dëgjuar. E qartë. Kam për të pësonisur, nuk e kam dëgjuar. E mirë, vajta pas e mora në makinë, vajta mora të pakon atje, sola në shtëpi. Sola në shtëpi, vajta i hodha 5.000 leka internet. Edhe, po e merja. Për të marrë, më mori më para. Më mori para dhe e mbylli telefonin, edhe me thënë, nuk e mbylli telefonin, po fliste me një person tjetër. Po? Po ta i ka i personit tjetër, mua po më shante. Po ti nga e dëgjove?
Po telefoni kështë e hata, unë e hapa, ajo kështë e hata, fise në telefonin tjetër. Pra, në momentin që ajo të ka marrë, ka lënë telefonin në hapur dhe ishte duke biseduar me një person tjetër në telefon ku të shante ty. Po më shante mua. E mirë, edhe unë i kam shkojtur, aty është në te, i shkojta mesazh. Më dërgove, i mora, edhe falemderit për sharjet i ke bërë, thash më falemderit, por qisha i dha tjetër, thash, qisha i personin tjetër. Dhe i thate, nuk ishte se puna në kaqë që më shau edhe nuk e hapi me telefonin. Por kur të shau, çfarë fjale tha për ty? Që ti e ndjerë keq me telefon në dorë duke dëgjuar gruan? Po, ajo, jo, se unë gjëvo të dova, sepse e dhja vetë që është me kriza, shante ndonjëherë pak të skurrizit, ki parasysh më shante edhe kur unë si që aty, e nuk e ditë qashu e kishte vetë. I tha, më mori pasaj mbesa e saj, se kjo pako vajti të mbesa, të shpije mbesa saj këtu. E qartë, i dashur Petrit, dua të pyes, arrite ti të zbuloje me kë po fliste grua juaj dhe po ju shante juve, kush ishte ai person? Jo. Nuk e zbulove. Konkretisht, në atë telefonat, çfarë fjalësh dëgjove ti? Ai personi i thoshte nuk e ka djur. Thoshte që po thirrje nuk e ka pasur, ai e shqen. I thoshte kjo ati personi tjetër. Pra, fakti që ti si kisha hapur telefonin gruas, ajo po bënde këtë bisedë. 2 minuta, ta vajta shpunëzova telefonin, se s'kisha internet, nuk më të pronti idea. E qartë, e kuptoj, por... Dhe çfarë ndodhi më pas? Se këto janë zënka që është gjuna të shkonin divorc. Nuk është vetëm, nuk është kjo. Për mua është kjo. Se debate kemi pasur, që e tjerë që jam unë, se ka bërë gjallë më mirë, e buka fatë, këtu kemi pasur. Po, pasaj ja kemi marrë këngës, pasaj kemi marrë valës. Por çfarë ndodhi? Pas asaj telefonate të mori mbesa në telefon. Mbesa e gruas. Po, ajo më shkrua mua. E more pakon, e kemi dhe në atje. E mora e kemi. E mora pakon, po se e ka tezën, gruan time e ka tezë ajo. E qartë, mbesa. E mora pakon, thashun, edhe me gjithë këto që më ka të gori, faleminderit shumë të qënë që më bënë edhe qenë. Mos i verë vesh, tha, se nuk është mirë ajo, tha. Edhe neve a shumë a thotë. Në me thë nuk është mirë. Ka përzyrë. Edhe kjo është fatkeqësi, po e përsërisë për së dyti herë. Ti ishe në djeni që gruaja kishte probleme dhe herë pas here kishte këto lloj shpërthimesh. Po, nuk ishte mirë, edhe kjo. Sa ishte në shtëpi, se nuk e thash se si u martuam, ta them? Po, patjetër, do të pyes, dhe aktualisht do të pyes Petri sa vjeç je? Unë jam 65 vjeç, po ka bëjt 66. Por zonja, bashkëshortja? Eshe 4 vjeçe me vogël. 61 vjeç. Ajo është prilli 64, unë jam maj 59. Atëre, ju jeni martuar përpara 26 viteve, ti nga Fieri ndërsa ajo nga Ishte. Neve ishim patriotë të dy. Të dy patriotë. Ajo ishte nga fshat Jekal, po, ajo ishte nga fshat Jekal, unë ishte nga fshat e Romsit. Dhe mund të ma tregosh historinë e dashurisë, ka si jeni njohur me njëri tjetrin? Po, unë e kam grua të dytë këte. Ti vije nga një martesë e mëparshme. Po. Kurse kjo ishte e pamartuar. Po? Ishte 36 vjeçe. Kur? Unë nuk më pyet më tha vetë, që jam 28 vjeçe. Po mirë thashun, që ke një rrugë pamartuar? Qa syve? Ja, tha, ca probleme, ca pretendime, ca shu, ca këshu. Me thëmë, po lajmës, me lajmë si u martuar. Edhe ju Petrit, i dashu Petrit, I dashu Petrit dhe ju pyetjen e parë që i keni bërë
gruas që po e njihni dhe do martoheshit, pse ke ngelu pa martuar deri në këtë moshë? E rëndë si pyetje. Njeriu vendos të martohet kur e ndjen veten që është gati. Mas e rëndesh. Po, qysh e nisë muhabetin, sepse Lajmës ishte vllaja saj. Po. Ishte i vllaja Lajmës bashkë me gjithë kushërinë e saj. E qartë. Më takon mua, më njohën mua, edhe për garanci, si pas zakoneve tona, o lidhë me Xhaxhan tim. I bët gjërat zyrtare. Për mua. Që mos e ta fikoja, që ta fikoja, mos e mos talë sa o qyqa për tek, dhe Xhaxhan se garantë. Po unë Xhaxhan i këqa flori burë. Po ju sa vjeç ishit? Ju sa vjeç ishit momenti që e njohët gruan e dytë? S'kisha vajtë 20. Dhe sa po ishit divorcuar nga gruaja e parë? Po, sa ishit divorcuar, bile se besoj të ishte muaj. A, 1 muaj pas ndarjes me gruan e parë, gjete gruan e dytë? Nuk e besoj të ishte edhe 1 muaj. Më pak, e qartë. Po, ku hedhi i kushirja saj të Xhaxhaj edhe i vllai, këta qenë. Po, për të njohur unë këte nuk e njofa. Nuk pata mundësi të beja 2 minuta muhabet. Se kjo doli aty në qytetin e Ballshit, Po. me të vëllan, me 2 kushërinj, me kunatë, unë isha vetën e Xhaxhan. Ata kisha varit Xhaxhan. Po. Doli që e pyeta, pastaj i thash, se po pretendon dhe shumë që e kam bërë, unë jam 28 vjeç që ta jam qupta. Ti më tha mua, po të kishe motën të enda, tha, unë dhe ta martoje, tha, me një burë kaq të tillë, motra dhe ndosë, thash, më ndosë, unë ndosë më dhe time. Edhe aty i pyoton, këtë nga një pëshar që dhe e kaq. Po ja ta ka pretenduar, mirë shumë. Lajmë si ju të vëlla, thash unë, lajmë si qatë ka them për mua, për historinë time. Të ka treguar, se pa tjetë të ka treguar. Po, thaja. Më ka thënë se ke qenë i martuar 13 vjet, ke 2 djemë dhe i ndarë. Këto ditë i ndarë, të mua. Kur që thamë, lajmë si. Dhe me thënë, vlajta që me kushëri. I thash, ata ty kanë gjyër. Se unë thash, unë kam 20 vjet martuar, dhe djallë e matë e kam 18 vjeç. Edhe kam 3 fëmijë o 2. E qartë. E gjele e shukur. Gjele e shukur. I thashe unë, ti vendos, mendohu dhe vendos. Se nesër thashun, e me atyre të matër, unë djemë nuk i lërruve. Unë fëmijë nuk i lërruve. Unë për fëmijë të desë këtu në vend thashun. Nuk i lërruve. Ti vendos thashun, si të duhet, po jo. Po të rëndë dhe ta historira, jo më kërkoj ti njeri atje, po më kërkoj ti njeri këtu. Njeri ishe 22 vjeç, më kërkoj ti të shtëpia, a i ishte në fila fshat, ajo kishte dhem, i thashun në vendos dhe qap, ku të vendina jote. I dashu Petrit, por është normale që një vajzë të ketë pretendime për partnerin e saj, deri këtu s'ka ndonjë gjë të keqe, besoj. Jo, nuk ka gjë. Nuk e urreva, nuk e kava. I thash, ke nevoj të mendohesh me, më mje vlakë sot. E ne me sa ditë të mendohu. Jo, tha, do të po, tha, pa ata e intentë. Jo, pra të në atë ka shëzduar më atës me atë. I kam thënë në qytetin e Ballshit. Po, ke nevoj për mendim, thashun, mendohu, thashun. Jo me atë, mendohu. E morëm, sa ishim nga 5-6 metrë larkë, aty e që po pini kafe, pa në brenda. E tha, kushrin i kësaj, e kishte vullan dhe 2 kushrin. E tha, si në nësë. I thashtë unë, asë për emrin nuk e kam pjotur. U ofë njëri në ata kushrin, ta e qënë Shqipojnë taj. Ta gëzojnë taj. Po ne dhe thashtu, kemi nevoj edhe për sa ditë. Të me ndrojme. Qanë të mendime tha nga? U hodha dhe, qanë të mendime tha? Qërë edhe tha me runazën në ndjene? Të me thëmë akum shkunë të ndjenë. Sepse, Shqipoja më tha mua, unë ushtrova në spitale e tjeri, dhe një 18 ditë me plasje pa mesiti.
Pra Isha në lak me këte. ajo nuk të tregoi të vërtetën që kishte probleme të shëndetit të saj mendor. Jo, ashtu nuk tregonte gjë. Po, jo, ashtu nuk tregonte. Po më tha mua ata, mo ke qenë gjenë çmenësi ti thamë, se na tha që çmenësi. Po i zojtë shumë, po, qa po thua? Qa e po tha që të me ta shumë, pa ma të fare. Pa pi një kafe bashkë. Kur se tha, jo po më thamë. Pa ti e tha shumë, ku isha shtu në spital, e dhjë ku shri, tha shumë më thamë. Pa kur e vazë me qenë të tjerë. Kafe, ma va tjerë. Por, i dashur Petrit, në fund ju vendosët që të martoheshit bashkë, ta pranonit njëri tjetrin. E pranon. Aty edhe më tha Xhaxhai nisote. Ne i ato shenjat e duar. Edhe të gjithë këta, vendosën që dolëm neve. Dolëm tujte, i thashte unë, çdo gjë që ta zgjedhësh, zgjidhe të mirë. Le të bëj tek shumë, da paguaj. Po merre të mirë. Një merre dhe merre të mirë. Ata që është masha më të mirë. Direkt e unaza. Kjo tha është e mirë, tha po është shtrejnë. Provoj e thash. E thash atja, sa u rregullo pazari dhe të botën, sa bën parat. Parat në zëra unë edhe javash. Edhe i pashe, këtë unaz, në qofë se ti pesh pishmen, thash, ke nevoj me, të me mdojsh, unazën që ova prapë kutit dhe mama, se po e bej me lekë. Se nuk ndërroj gratë thash unë të le unazat. Sa pjesat dhe thash unë, aqë unazat le. Ti me ndovë dhe vendosë. Pashë. Vam të ora, mori orë. Vam të vartja, mori vartja. Mori vartja, ikë në shpi. Ikë në ta në shpi tyre, në shpi tonë neve, edhe në aftun për të këmbjur një kafe. Kupton? Po, traditat e shqiptarëve, po ti u fejove zyrtarisht, përderisa i vure unazën në gisht. Unazën akoma, në kutit. Kur të vjetë e shpja saj, që e unazën, edhe orë. E qartë. Me ndohi, thashun, po poshtë unazën më marhit. I lash akoma variant. Që të me ndohish. Sepse, fatikisht djali 18 vjeç. Po, fëmijët i kishte të rritur. Kur t'i gjonte, se kishte moshën e ish gruas parë, do me them, moshën e nënës të fëmijëve të tu, e qartë. Por çfarë ndodhi, të lutem, ndalemi tek martesa. Ajo pranoi, u bë fejesa, u martua dhe nisët bashkëtesën bashkë në 1999. Duhen për të marrë ca gjëra të tjera, na fjeri. Jo vetëm unë, ajo e shoqëruar nga Ylllaj dhe nga Kunata. Jo unë me te. Po. I shoqëruar nga të dy. Edhe Ylllaja saj dhe nuse me gjithë të shoqen ai. Morëm këte, dolëm gjirë kështu, nese, unë këthëm pra pas. Unë këthëm vam të prindë e kësaj. Të them morëm që a morëm, apo që është veteshën, shumë gjatë, më mirë, po, edhe kajtë, po. I lëm detajet, çfarë i ke blerë në atë kohë? Një mua bet nuk pata mund që ta këneja. Dhe ti thosha, që burë grua, që të fjorë. Se ishin ata, edhe një prakë. Nuk isha mund që, sikur një sekundë. Por ti mund ta kërkoje vajzën të dilje të pije një kafe dhe të flisje me të, në atë kohë? Atë kohë jo. Jo s'kishte, ishte këma urdi nga shpia, sa kështë kështë zakonin ajo familje. E qartë. Dhe i thate, vam në shpi. Vajta pra për një vizit. E them, e kësha nëzirë pashaportën të do mirë arrumin për veki. Edhe vajta në fundi marsit. Ku vajta në fundi marsit unë, edhe vajta ati kushëri kësaj, se i ku djali ushtarë, si pas zakonit, si pas zakonit, vajta të grova. Po. Mirë po në këta, që familja, ajo shpia ishte $100, nuk më shokjoj asë një. Asë një nuk më shokjoj. Asë vlezit e kësaj, asë një. Kjo jozit, kjo priste urë në nema. E qartë. Kjo shqiponja e fjura, kjo priste urë dhe në ta. Po dhe unë nuk e kërkoj ta. Kur vajta të i kushëri kësaj, më thamë,
Ata e kurnata e kësaj Shqiponjë dhe i kushëri. Ku ke Shqiponjë? Unë përgjim në fshatë, e thashë Shqiponjë se nga marë atoma. Edhe, kështë nuk edhe ta. Në me them, i shalë ta. Që nuk e shoqurë mua. Po? Si përfëndimit. A i zotë i shpis të shumë, që të kërkon atje, sot të darë të shumë, të kaloj bashkë. Bashkë me ta, a hedha aty unë. Lafe mua tjetë, e kënaqër. Të kënaqër të gjithë. Mirë po, ku herë ka për gjumë, që kunati, i ku lartë, me të kunatën, e me fëmijët asaj, i ku lartë që adhe i kështë e shpinë. Pa dhe për spjetur, qatë të tema që ati të krevata hedhur një organ, një mulles, ajo kështu, cip, natë. Unë isha dhe ishë mundë me aferima parasitit, të atë natë, qyshe kam gëllio motëre. Këto, qa metë. Kishte, nuk dhja, kisha pas kishme roba. Nuk dhja, isha nga që. Kjo nuk herit më pyrë se mua, sepse ashtu ishë zakon e tyre. Petrit, e qartë. Edhe kam gëllin, shesh për natën. Po të rëgon me detaje gjithë historinë e jetës tënde dhe ndoshta e ke dëshirë ta tregosh dhe të flasësh. Ajo që po kuptoj unë është që ti po të rëgon që nuk të dha mundësia asnjëherë të flisje me nusën e dytë përpara se të bëje martesën ligjore. Dhe më duket sikur është një justifikim nga ana juaj që unë nuk pata mundësi ta njohja dhe kur e mora aty mësova që kishte të tjera probleme. Por ndalemi te martesa, ti u martove dhe e morën shtëpinë tënde. Ishe 24 orë me shqiponjën. Si ishte jeta jote? Do të thot vëllai, kur u martova, po? E dhe vetë ditë asë sa jo, të martën e filan ditë. I thashu, unë nuk mundë, unë s'kam shpi. Shpi të më fshatë thashu, unë ka raqë atia. Unë nuk kam shpi, dhe ku do të shpirë? Do të gjenë vizën, po, do të gjenë vizën, marrë me tjetë direkt. Ashtu dhe betë, thashu. Nise, u martuam. Edhe dita u martuam, atë dite që caktoj Shqiponja. Po, shumë mirë. Sa herë vajza ka dëshirën të zgjedhë datën më të rëndësishme të jetës së saj, ditën e martesës, kur do veshi fustanin e bardhë dhe nuk ka asgjë të keqe këtu. Nuk thash gjë. Bile, fustanin e bardhë, vam bashkë e morëm atje, atë, edhe se unë nuk marrësh, them sigurisht kush është fustani mirë, kush është fustani i dik. Por kjo ishte martesa e dytë për ty. Edhe herën e parë kishe bërë dasëm? Unë kisha bërë. Pra, 2 herë dhëndër, le të themi. E kuptova. Po. 2 herë dhëndër dhe kostumin, kjo ma zgjodhi në fjerë, edhe për vetën saj, kjo i zgjodhi roba të fjerë. Por, flasim për jetesën. Mos dalemi te detajet. Ju u martuat dhe filluat të jetonit bashkë. Çfarë ndodhi? Ikët në Greqi? Jo, nuk do të vjen në Greqi, sepse kishte baban smur. Po? Ju kishte smur, po e thoshi që baba im do rroj edhe 5 muaj, 3 muaj, e smur, e shënë dhe 6 vjeç, si qosha jo. I thash unë, po, ku do rrish këtu në fshat? Me ka do rrish, kush do vetë mu që uj? Jo, unë do rritë e prindë e mi, atje. Pa jo, edhe nuk hedhi me mua në Greqi, bile im gjore dhe pasaportën. Pas dasmës, ti ike në Greqi, ajo qëndrojt e prindrit e saj. Ajo, unë e lash tek atë dite që unë nisa për në Greqi, jam nisur bashkë me vllana e saj. Po? Ishëm dak aty, bashkë me vllana e saj. Aty, unë e kuptoja që nuk ishte mirë, nuk më mante në mirë asgjë. Por nuk mund të ta shisja kotë, do me thamë, së ma që në te, unë dhe kjo te, nuk mund t'i thoqa te, s'pegro për mua. Si që në atë fazë. Po që nuk i mante në përësit e mija. I thashtë e shu, do vinë në firme dhe një detaj tjatër, mase be edhe gabim. I thashtë e unë, sot për dark, do dhe vinë në firme. Ishë fshatë. Po? Po një fukon e shtashun, do nga qoj në balës. Njerës. Mirë, i këta shumë dhe u gati ti, edhe në orën 10 të mua, se në 12 ta shumë, do e në të qafë ati, se që fukoni s'ka me. Dhe kemë kërë.
Mirë, i dojë pasoj kjera që. Harroj. E thashu, që s'po këtë aty të më jetë? I thira, më thashun, sa në shora, që më zori ora mua, $30. Ja, tha, 12.50, e tu se këshu. E mora vesh, e thashun. Po shpet të do njëse. Të me thëmë, për 20 minuta, vite fukoni. Që do gjitha të me vrap, bere pa bere gati unë, me vrap, që do na fukoni para. E qartë, e kuptoj. Pra, ti fillove të kuptoje që ajo kishte probleme, që në fillim të martesës. Por, i dashur Petrit, ti ike në Greqi dhe e lete prindrit. Ju bashkua ndonjëherë bashkë, jetua të dy bashkë? Në me thëmë, u martohëm shtator, bajt mërë, nuk me mërë si muaj, po një muaj apo 2 muaj, sepse në Greqi, motre nuk i ikën dot, se të ikën puna. Por kur u bashkuat bashku, kur jetuat bashkë? Bashkë, të ko aty, edhe i kam Greqi. Me dashën e saj, dhe timin e lamë me duan e saj, do ikëm bashkë. Do kalujnë kufin kemë. Po pra, po të pyes me gruan, kur u bashkove dhe jetove me gruan tënde? Unë beja që mos familja në Greqikte. Një po që thoshe, unë nuk vi, po zdi babaj. Edhe kjo ka hadhur në, si që di babaj, ka hadhur në 2006 në Greqi. Në 2006, pra, nga 1999, që ju martua dhe në 2006, ajo ka jetuar të prindit e saj, ti jetuar në Greqi. Po. Dhe jeni bashkuar pas shumë viteve bashkë. Po, qysha edhe i thashe unë, qosh nuk e shmartese, thashe. Po që do da i tha, ja tha, se unë, po herra tjeta nuk do vejnë aty. Mirë po, unë isëm kemë, do në më lartë, unë lodhëm, ajo si do të fare, se 36 kile gruesh. Petrit, të lutem, më lejo të bëj dhe disa pyetje që të kuptojmë qartë historinë. Ju me sa kuptoj, ju nuk jeni bërë prindër, keni sjellë një jetë fëmijë me shqiponjën? Jo. Nuk keni bërë prindër, sepse ju më shumë keni qenë të ndarë se sa bashkë, me sa po kuptoj. Tani, momenti që ti u bashkove në 2006, mund të më tregosh jetesën tënde me shqiponjën, si ka qenë marrëdhënia jote me këtë grua, me gruan e dytë? Po, herde, pagova taksin 1.700 euro, që e solli, nuk e solli atje, po e këtë ndërgua në autobus, me hene në autobus, e la me taksi, me hene në autobus, dhe vanë të praktorio e Athinës, unë bashkë me gjithë një miprit, që prisëm se ishte natë. Ishte natë. Po pra. Koni, autobusi ishte Janinës, edhe hene shumë vonë. Bashkë me gjithë dy miprit, i kontrollonim se ishte natë. Ku e gjithë të fa miprit, hajde dhe pas e shtilan në autobus. Po mirë, të lutem, mu përgjish pyetjes. Ajo erdhi në Athinë dhe ju jetuat bashkë. Më tregon marrëdhënien tënde me gruan si ka qenë. Mos më jep detajet si mbërriti, sa para pagove, si e more, e qartë. Më tregon marrëdhënien tënde, si ka qenë jetesa jote me shqiponjën? Shqiponja ka në qeshor, edhe mirë kemi kaluar, aty brenda ishim, dhe me thëmë brenda ishim të shpia, se unë të thilë punë e kisha, isha magazinjen, isha 5 dyllur magazin. Që ma kështë edhe në bes Greku, po Greku pyeti edhe në polici kush isha unë, pyeti edhe të gjitha pa gjithonët kush isha unë. Edhe në të rëzëqesa. Edhe shqipojnë e kisha ty. Edhe Greku në njohtova, më ka ardhë gruja dhe bajtu. Po, thaj, rrinë. Edhe ka mirë. Mirë, shumë mirë. Po? Me të vaj nga ishuj. I thashtë unë lejk të ditë nuk kam, që të dalë me e gruan të vedhe me plashë. Erdi vlaj, e mori, të ishe në ishullën, në ishullën e Karisos, e mori aji për të bërë plashë kjo. Ta isha në një atje, unë shë prapë tu. Unë shë prapë. Në me thëmë, kalëm i mirë. Dhja dhe në punë, dhe s'ma ka zizë, unë dhja dhe punë jashtë. Dhja dhe punë jashtë. Ka pasur, dhe me thëmë, ka pasur respekt, e kam dashur, më ka dashur. Shumë. Po çfarë ndodhi? Pse ajo kërkon divorcin sot? Në një moshë madhore, le të themi. Ti 65, ajo 61. Do të thotë vëllaj, po tash edhe s'marr do të qyshu të mëse. Da do që vija unë punoj anës detit, me Grekun, me Makin, i thosha, ndakë, bej bukën gati për vetën tënde,
edhe unë do punoj ati hapër, 5 metra larkë, te jam të bekash. Gjithmonë këta bena. Ose, edhe kur vjen punë të tjera, të Mirbaja plashet, atje ku isha, e venja këta, me vetë. Rritë aty me mua natën. Në te jo të voma atje, po vinë aty me mua natën. E qartë. Shumë mirë kemi kalur. Po, aty të magazia, gaboj. Kjo gaboj. Si gaboj? Po them atë vit, gaboj se duke se pronarja ime kishte lënë makinën në hapt, edhe kjo që djeti, orë, varsi, floriri, po thonja 5 kile. I vodhi? I mori fshevras. Po i vodhi, atë. Edhe këtu, ajo grekja të unë, ajo pronarja ishte gjermane, se unë dyshon të gjarën, po të kurë në kurë, nuk më tha. Ko më pjotë më burë në saj, se edhe ata ishin darë, ato ditë. Ishin darë edhe ajo i mori me makinë që të magazia, se magazia ishte me kamera, ishte edhe me sinjal policie. Me thëmë, që ose kamerat zhinë diçka, vide policia aty, ose në me të telefon. Kamrat e zbuluan kush e kishte bërë këtë vjedhje, se ndoshta nuk mund ta kishte bërë Shqiponja. Jo, kamrat ishin të pafunksionuara. Por pse dyshon ti që këtë vjedhje e bëri Shqiponja, grua juaj? Pse dyshon këtë gjë? Mi tregoj të tëra. A ti tha vet? Po, mi tha vet. Si ti tha? Mi tha këtu tha gjeta këto dhe i mora. Mirë po, të shikoj këtu një fotografi të duke varë se asaj e shkaq. Se pa të grupë. Por ti nuk i the që ti kthente mbrapa ato që kishte marrë? Mua më hoqën a punaj. Më ndoqën, gjandi, më dëbuan. Për shkak të kësaj vjedhje që bëri grua juaj, juve ju dëbuan nga puna. Po, edhe po madhër ati pati ty të ka magazin, i hoqë që me nga teatër. Edhe unë gjera, në qëllë dhe hapur. Që do gjithë të ato, sa që se këshu, kjo, edhe unë në Shqipëri, kjo tha unë i Greqi, i ku Greqi prapë. Një dhe një këtej, i ku Greqi, në falë. Këtë varsen e mori fshevras me dhe java të motrës. Fshevras me. Jo varsen vetë fshevras me, po shto gjera fshevras me ja i të motrës. Edhe puna, dërë një mua beti varsës, në shpje ka me tha. I tha shumë, shpje ku jam to, nuk e sa. Ta kanë vjohë ty, tha jo. Po kush ma bodhe, tha shumë, ato kjerë në ty. Po mua më aty në fakt me heri gegeja, me që më vikë mamaja, me nga shpi më vikë mamaja, që në smu mama, me edhe gegeja, si zakonisht, ta është disur. Po këtu sa shumë s'ka tjenë. Me gegeja jo të ka marta. Gegeja 18 vjeqe. Sa, ku unë, pas sa vite, ja pash të motës asaj në kryk, gjirë në fjeri, edhe e pyota prapë. Nuk të rgojti. Ko e të në Shqipëri, më tha, unë e dhash asaj, po këto pse i të rekë të fasari, ka malëti, ka do vesh të dua, me malëti. Ti tha shumë i falje, vetëm varsën, të gjitha të ja falje, po jo tha shumë vjetë dhe mua. Jo më thë mua, që ta vodhi gegeja. Të kjo tha shumë e shëran për mua. Se të unë tha shumë sa për, as vlajt, as motra, as tezja, as hala, as gegeja, as kushira. Unë tha shumë dhe të të rrëj. Pra, le të themi Petri që konfliktet kishin nisur mes teje dhe gruas dhe kuptohet qartë që... Kjo, konflikti këtje. Që shkoj në divorc. Kjo varse që konflikti. Edhe, ku Shqiponja ishte në Shqipëri, unë i dërgoja parat të kisha grumullor, ja dërgoja Shqiponja në Shqipëri. Për shkak të kësaj varse që ajo e vodhi në Greqi dhe ja fali të motrës, më pas nisën gjithë konfliktet dhe ajo kërkoi divorcin. Si ta tha divorcin? Mund të ma tregosh? Kërkoi divorcin, kjo vajti tek i vlaj, do vitë të gajma me vëllan, mirë po aty më gjesë neve e traqim që ka mua betin, që pse më ndarë mua të në vlazëria. Kjo gegeja ime, thërë që është katar, që më martëve mua, se më të doja. Po kjo që është katar, edhe cihat të manë, nuk eshe t'ju. Ajo, e realitet, a e gege, të shurë me flori, ka të djemë qupa, që edhe vetë, e shumë e fort, që ka pasurin, nuk ka nevoj për varsët time, apo për vjetë të darqët time. Nuk ka nevoj gegeja. As për mua, as për Shqipojnë, si ka.
Po mua më heri rënd, që më falë që mori kekeja. Dhe, Nuk më tha... e qartë, të kërkoj falje, i kërkove të thoshte më falë. Edhe e lam, një ditë më para që ato vitë në kanë dhe të lam, të kema. Po? Pra të mjes edhe i fash atije, asaj. Të lutem i fashun të shoqës të vajtë kësaj, e dua burën të në thashun, e qona basë, dua bazën e thashun. Dua të thashun dhe një dy lekë mua bjetë. Sepse thashun nuk për hakam të dhe këta. I thash asaj. Kjo, a i nuk herdi, po nuk edhe i vanë atë pozvan, të nesme bashkë me gjithë të motra, të kunatën, të vëllan, vanë polici. Vanë polici, pa di polici e thot, që kina ndo? Po jo më ndajmë nga burri. Po më të ka rravë thaj, ka torturuar, jo. Të ka torturuar dhe mi të lidhim të marim të bjem tu, jo. Pa herë dhe, po më ndajmë. Po i ka gjukat thaj. E qartë. Vanë gjukat. Vanë gjukat, mirë po, nuk ishin lek. Edhe telefonojnë vendrin e motrës. Më thëmë, që kështë marrë qupë në motrës. A i ishte i fermirë në cakaj dhe kjo i klodi. A i si e parat të japim avokatës për bendarje. E qartë. Dhe më pas të erdhi shkresa, le të themi nga gjukata, kur ti mësove që grua jua ishte drejtuar... Nuk vajta. Arsye është të qërës një, se po kaloja diabet, jam në diabet, nuk vajta dite. Edhe, për të marrë të ilache, tek doktori që më ka vizituar një jetë të ngritimi, ajo ma gjithë, Shqiponja, ajo ma gjithë jetë. I këta vizitoha se da ta bojnë barata. Mirë po, dhja vizitosha, do dhe i pesitja, ja i pja. Unë isha Greqi, Shqiponja rritë të kivlaj. Rritë të kivlaj në te, jo këtu të unë. Ti po e tregoni Dashu Petri, që 26 vite martes ju të dy, ajo më shumë ka jetuar tek babai dhe vëllezërit e saj se sa me ty si burrë, kuptova qartë. Dhe ky është, kuptoj qartë se erdhi divorci. Ju s'keni jetuar bashkë si burrë grua. Por dua të pyes diçka. Nga kjo ndarje e dytë, se është hera e dytë që ti divorcohesh, çfarë të dhëm më shumë që po humbet nga Shqiponja? Unë nga Shqiponja e kam bajtur, dhe kam bajtur sa vetja, nuk ja kam prishu asë njëherë, gjithmonë, që gjeja kam falur, po, i dërgoja dhe lekë. Lekët e mija që dërgova, kjo i radha harus time, 2.300 euro, ja da borqë. Kësa i dërgova dhe 4.000 euro, edhe 2 jashpura vetë, 6, kjo ja da kushëri tim, i nëmroj, ja nëmroj kjo. Mirë, okej, që mos t'i kujtojmë qa keni bërë gjatë jetës se janë shumë gjëra që keni kaluar bashkë. Dhe nëse e ke dashur, e ke respektuar, është gjë normale të ndodhë kjo me zburrit e grua, se nëse nuk ekziston kjo Petrit. Mirë, çdo muhabet e ka i fund. Këto lekët që armoj kushëritim, plus nga Greqia me të vëllanë, dërgoj 4.000 lekë, këti kushëritim, plus në i kushëritim, i dërgoj 3.000 lekë. Edhe ata mua ma drogën, nuk mi dha lekë. Pra ti sot kërkon lekët, me sa po kuptoj unë. Tani, e kërkojta, i thash bëhat, gjytë thashun, në vitin 2018. Ta ndaj thashun, me masa vishë poshtë. Sepse të dishmëtare e ti. Mirë më tha mua kjo. E hapa gjytëm që, nuk herde. Po pëse s'herde? Ata s'prek në s'kaja do të ta, lajë mojnë nga fare. Po që është në që? Sot e kësaj dite, Shqiponja nuk haru të dishmëtare, vetëm ka haru të shkatro familjen. Asë një gjatë tjatër, asë vrasë, Nëse Shqiponja do të dëgjonte nga ky live që je me mua, çfarë do i thoshe? Unë Shqiponjës do i thosha, zgjidhe jetën tënde dhe kalosh për mrekulli. Po, këto lekët, që dora jote i ka dhenë, këthej pas. Edhe urnazën që ti e zgjodhe, këthej ma pas. Edhe varsën që ti e zgjodhe, këthej ma pas. Se unë do fyem, do ma të prapë, nuk kam qyja të aty. Mos është pak e tepruar Petrit që pas 26 viteve, përpara 26 viteve, në vitin 1999, kur ti i bleve ato unas të martese, ato vars të martese, t'ja kërkosh sot? I ka, që sa janë që mos mjatë.
Pse do t'ja fali kunat ajo, kunat që bleva unë, a ishë kunat zëkurore. A i ka. Nëna ime, ja fali, kur pasër të vdisë, ja fali të blisë. Pra, ti i kërkoni shgruas të kthej gjërat që i ke blerë kur jeni fijuar përpara 26 viteve dhe lekët që ti i ke dërguar. Ato lekët e qoj në rrugë, ku janë? Pse s'jeni për të shqiptare? Pse do janë nikja ime? I dashur Petrit, nëse Shqiponja do e shikoj këtë live dhe do reagoj dhe kërkoni përballje me ty, je i gatshëm ti të jesh në një live të dytë? Po, jam gati. Mirë, ne do mbetemi në kontakt. Dakor, ne do mbetemi në kontakt për gjithçka, kështu që më vjen keq për gjithë historinë e jetës tuaj, sepse është martesa e dytë që ka dështuar dhe me sa kuptoj tani ke ngelur i vetëm, uroj një jetë sa më të mirë të kesh dhe shëndet të kesh, se më të jam me probleme. Edhe gjyq kam thënë, dua të vi këtu të ballafaqohet me mua edhe pse s'del si shqiptare, edhe dje për këtë ndaljen e kësaj të apelit Tiranës. Ajo kishte dërguar avukate, se ka para e paguar. Kurse mua, gjina jashtë në dhjeta, edhe sot, e qartë. Mi ka dërguar apo s'mi ka dërguar 1.000 euro për të nërë. Ka të janë 18 herë të në hospital, tira tjerë, i tha i bërë thirë e hajde, nuk më herë. Petrit. Bile nuk e kaqë, nuk e shme kaqë. Unë doja që këto shkresat që u kam lakosur, ti bej aty, ti qoj aty, ti të lizon dhe gjithë publiku. Atere, Petrit, të lutem. Nuk duha me kaqë. Petrit, japim pak kohë Shqiponjës, ta ndjeki këtë live, me shpresën që Shqiponja do reagoj dhe do mbetemi në kontakt. Të përshëndes nga Tirana. Shëndet e të mjë teshe faleminderit që më pranove ftesën. Mirë të dashurmiqë, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, të jeni pjesë e live-eve të mia, mund të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumërmandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live ora 10 me këto histori njerëzore, histori shqiptare. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.